Lavd falëndërimi është për Allahun fuqiplot, I cili është Zoti I vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet janë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, I cili është profeti I fundit, mëshira e mbar njerëzimit. Këto salavatet dhe selamet janë për familjen, shokët dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Allahu na këshillon në Kur'an me fjalën e tij: O ju musliman, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si I takon atij dha se si mos disni ndryshe vetëse me iman. Të dashur vëllezër, Allahu xhalla shanuhu në Kur'an për secilën kategori të njerëzve ka dhënë një shembulltyr me 3-4 ajete kuranore ku I ka përmend të gjitha detajet pa pas nevojë me zgjat shumë, gjitha detajet e nevojshme për një metodë të saktë të jetës, pa marrë parasysh je pasanik apo je fukara, je me pozit apo jo. E një prej atyre shembujve që Zoti ka përmendur është edhe Karuni, përmes të cilit Allahu xhalla shanu ka dashur me dhënë një plan program se si duhet me pas kujdes njeriu që pasuria e tij, e cila e çon deri në pushtet, mund ta çojë pastaj dal ngadalë edhe deri në kufër, mosbesim edhe armiqësi karshi Allahut. Allahu I lartësuar ka thënë Kur'an, Karuni ka qenë nga populli I Musës. Fabaga alejhim. Karuni nuk ka qenë ai zullumçari në fillim që na njohim edhe që mendjemallësia e tij edhe lufta që I ka bën Musa alayhis salam. Në fillim Karuni ka qenë besimtar. Bile përmend historia islame se ai ka qenë djali I Axhës Musës alayhis salam apo kushërini I parë. Edhe aq ka qenë I devotshëm sa e ka pas në atë kohë kanë rejtë se cilin I lloj si xhamie të vogël të vetën edhe që aty kanë bëj ibadet. Qatë shumë ka bëj ibadet sa shejtanit I ka ardhi natë, ka shkuj ka bëj vezvese, I ka thonë mos rrit u bëj ibadet shumë. Çka më bë? Dil një ditë puna, jo vrone s'punoj, unë duhet më fal për zot Zotit. Ani ti dil puna, po parat mos I maj për vete. Çka më bë? Jep sadak. Jep sadak. 6 ditë falo, një ditë puna, që ato pare kreti jep I sadak. Dal nga dal dita 2 e 3 deri sa filloj pastaj në amën të së mirës me kalu deri tek parja me harru ibadetin. Shtu vjen shejtani. Nuk I ka thonë atij ti ki me bë kufër, ki me shku në xhenem. Ti bën pare për me dhënë sadak. Edhe derisa ka fillu me u bën më në madh. Edhe me kalua jo njeti më undru. Gjëja parë që bën shejtani është vjen me një të mirë. Dhe gjëja e dytë fillon me ta ndrru bot kuptimin mbrana vetës, karshit të tjerëve. Fillon me nënçmu fabaga alehim, me nënçmu të tjerët. Njerëzit karshit këtij zullumçari ose para kësaj ai mrinin në një pozitë me pasurinë e madhe që Allahu ja dha. Zoti nuk ka përmend se sa pare ka pas në xhirollogarinë e tij, që ka mujt me blej me ato pare. Po veç ka thonë, qelsat e pasunisë të tij apo të magazinave të tij nuk ka mujt me bajt as një grup më I madh I njerëzve më të fuqishëm, vetë qelsat. Kjo kupton se pasunia e tij ka qenë reale, nuk kanë qenë numra televizori. Sot pasunitë të disa miliarderëve janë numra televizioni, numra xhirolloggarie. Mas saj s'ka kur gjanë, nesër me pas nevojë ai me treg s'mund me treg, me bëm e dini atë sistemin e sotëm. Ai ka pas magazina, të moshta me kuajt, moshta me pemë, me perime, moshta me kafsh, me tokat bleme, dukat, ari, argjendin, çdo sen. Fjala në Kur'an qelsat ka dhënë me kuptu se ai jo vetëm qelsat që ka pas magazinëve, por ai ka pas qelsat edhe në të folur që fjala e tij ka qel shumë dyr. Ka qel shumë dyr. Fjala e tij ka mshel shumë dyr. Fjala e tij ka rrezu biznese. Deklaratat e tij kanë ngrit biznese.
Ata që merren me këtë punë din në për të palët elektronike një fjalë ose një po qilet filan ngushtica s'po qilet, hyp nafti zbrit me një fjalë. Janë gjendje njerëzit me ndikimin që e kanë botë, me lëviz ekonominë e botës me një fjalë, me ndryshu. Njëjtë ka qenë Karuni, që me një fjalë ti janë qelës e mbyll dyert caktume. Në mesin e popullit ka pas besimtarë. Allahu ka thënë, qala alladhina utul ilm, i than Karunit njerëzit që kishin dije. Nuk janë përmend sa kanë pas dije, veç janë përmend se ai i cili qëndron karshi këtyne sfidave, ku të tjerët dalin edhe paraqiten se çka kumbon s'ka bë kërkush, ai që është besimtar dhe rrim brenda rregullave të Zotit, pa ja marr lakmi të keqës, që ajo është dietar. Nuk do më thonë me ditë shumë ajete dhe hadithe, po me qëndru në fitne, në sprova, me qëndru stabil. I thanë, la të frah, mos u gëza. Inna Allahe la yuhibbul farihin, se Zoti nuk i data që dalin me që gëzohen dhe në atë masa me harru Zotin. Edhe ja dhanë një këshill që për secilin njeri cili kam rrinë në nivelet në alta të pasunisë edhe tash, po menon që mund me bo që ka doje, i thanë këta besimtarë. Ti mos i haro knatësit, mos i laon është knatësit e kësaj bote halal. Por në anën tjetër, me pasunin që të ka dhënë Zoti, lype knatësinë e Allahit. Jepe zeqatin, jepe sadakën, dija shqyrin Zotit, mos e nënçmo fukaran, e tjere janë ato rregullat islame. Dhe më thonë, knaqë me halal, po mos i haro këto se Zoti të ka dhënë. Karuni kishë mëri me një pozit sa filloj me haru mo Zotin. Tha, innama utituhu ala ilmin indi. Nuk ma ka dhonë mo Zoti. Po unë e kom fitu vetë, se më koni meqen. Të dashur vëllezër, mos me dhonë sadak, mos me dhonë zeqat, zban. Ama me bo me thonë, për çka me thonë une? Të më roni për apë zeqat, për që më ka thonë mua Zotë e s'kërkush, kjo, ku shkën kjo? Kur gjësë është mes me thonë, qka është qështumet me folë, hala ma keq. Se është me harru mirësinë Allahu Gjeleshanët totalisht. Nuk është nalë që kaqë. Karuni për me bintash, këta besimtarët i thanë, mos këtheu rrugës Zotit se ke dale, kërshit. Të dashur vëllezër, po jap një këshill, lut Allahun që mos më prej kërkan me këta, po dhe le të jetë mesazh edhe përmes kamerës për gjithë secilin. Njerëzit të cilët s'kan pas edhe kanë bë, nëse s'kan ditë menet afër Zotit, kanë deviju keq. Edhe ose kanë hyrë në raki, ose në kurvni, ose në bijaz. Për çka? Shokët e këqit ju arrej shpinën. Kur gjë Zoti si a thënë që afër njerit, kur i ka punë të keq, që ka mund me a thy kur i ka punë të mirë. Deri ku, kategoria më e keqe njerit të Zoti a thënë qafën, është kur ai e sfidon Zotin, Zoti apet ja qënë të mirat. E kemi përmendur një ders. Kjo quhet istidraj, kjo është me që deri te vani që kur ti mshon Zoti që keqin kryje, mas me mujt ai më çu më. Ajo kundërshton Allahun, Zoti ja shton apet mirat. Ky burr që ky Karuni për mi bindë se une kush jam edhe me marrë lakmi hala ma shumë njerëzit, u që një ditë e bani një parad me të regu pushtetin pasënin e vetë. Gjdo sen që kishte dukat ari argjendi në zjerë, atë kjerën e vetë, të asoj kohë me kuaje me gjdo sen kret dukat. Dhe njerëzit u mlodhën djatës edhe majtës për me këqyrë, edhe ishin dy kategori njerëzish. Ata besimtarët edhe jo besimtarët, qëta që i patën thonë më sugzojshëm, kadales, më zdil pi udhës Zotit. Edhe të tjerë të cilët jam mirëshin lakmi. Qëka të regon që kja ka sot që si Karuni, që del me pasunin e vetë dhe livdot, po. Vetëm se format mundën me ndryshu. Janë ata të cilët
çdo sen pasunit vetëm e shfaqin në rrjetet sociale, ka do që shkojnë, ata kanë me fol me shifrat mëdha, bleva që ta, bana që ka që, kur sfidanë një i cili, inshallah s'kemi në xhami të tillë, një që s'është në rrugë Zotit, edhe e ka bleja një diçka, një kerë, një tokë, një banes, një shtëpi, një diçka. Edhe thotë e bleva që të kerën, mos i thuj ti sa e ke ble, ose që të saatin, ose që të telefon, ti mos i thuj. Ai deri të qohet për tavolinës i kruhet trupi, mos me ti përmend shifrat, se ata jetojnë për shifra. Kur ti si thu, sa e ke bleve, ai ka mos sjellë, thotë e mora që ka 100.000 euro, se jeton për me u livdu, për me kallzu. Në përjetës sociale tjere, pra, forma për me shfaq e përsi ndaj të tjerve, është edhe sot të disa njerëz. Por, në stilin e këtij zemane. Edhe të tjerët marrin lakmi, pa ju interesu njerëzve, a ka halal, a ka haram. Këta besimtarët, kur e shifshin, kanunin i thoshin atyne, ata tjerë thoshin, si kur t'ish mikon si ky. Lumi ky bre, ku për neve? Lumi ky bre. Thoshin këta besimtarët e ka dalës, se sevapit e Allahi është maj madh, maj rëndësishëm se sa që ke pasunia këti. E ta shka për thamone, po dalë të tjetra, një besimtar sot me qëndru që është duhet stabil, ti dush me abavesh një pytje, sot ditë e gjëma, a e ke këpa dikën që ka ma mirë se ti kushtet, një shpi, një banes, një kërë, një ato, një këta, e ke pa. A ka mujt ty me të rejkë sot, me thonë, ta që pa zonë, ka mujt me të rejkë. Mirë, sa veta nasë sot e kena falë sabahin që të në gjami? Të dveta. Pse s'ke thonë ti, lumës këta që e kanë falë sabahin sot në gjami? Si kur sa ta besimtarët e kosë Musa a.s. që i kanë thonë këty në tjerën, mos ja mërë një lakmi, se sevapi Allah të maj mirë se sa që ke qka. Ky po e reklamon. E që po dhëtë pejgamberi a.s. Syneti sabajt është ma khajrë se dujoja dhe qka kanë ta. Me pasunit të filanit e të fistekit aty një multimiliarderve të cilët. Nëse vdesin kufrë në xhehenem kanë me shku. A ki qef mi pas shambull ti ata? Po, është po. Me gojmë plot e themi, kush nuk të la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, s'është besimtari në xhehenem është. Po bre, bagu be burin mirë, qaj mirë. Në dikush që si ka Allah të sejtë dhe së një zotin burin mirë. Ai mund të jetë i sjellshëm me të tjerët, mund të jetë i edukuar, mund të jetë shumë frajer, por ta Allahu xhaleshanu vesejdja bën dikon besimtar ose se bën. Shahadeti e bën besimtar ose se bën. Dhe kur dul para njerëzve e mrini kulmin e mendjematësisë, edhe i shpalli luftë Allahut. I shpalli luftë Musa a.s. sa shkoi e pagujti një grua të pandershme. Se Musa e durojke, një grut pandershme pagujti tha, kur të maje Musa ders, shko tha thuj, Mus, që shbe ti, po ma në ders, a ma në men pram që ka bane me mu, kështu, harame. Erdha e gruja, tha që ka me dukat, matu sa kile vjen ti, që ashtë jap dukat, kunin karuni për 70 kile dukat. Si një fije flokve mira pi kokës. Shkaja e majti i tha Musës a.s. ders. Musa a.s. tha, kja u të pru që thash. Tha, po të lutëm, po të bëj rigja për i Zotit që ka kriju qelë e tokë, që ka kriju xhenetin e xhehenemin, që të ka kriju edhe ty. Kër tha kështu aja filloj më dridhë. Dhe pse ishte e pandershme, po pak kishtë tut në Zotin. Tha, atë ka shti karuni më ardhë dhe me mi thonë që të fjallë para popullit me munu me mbohorë, si kurse sot do pasanika që s'janë të Zotit, që munohen përmes disa portaleve dhe rrjeteve sociale edhe emisioneve dhe ekraneve, disa njerëz që janë rrugë të Zotit me jul. Tha, të ka shti filoni? Tha, po. Pasha Zotin, tha, po, tha, mos ma kështë përmenë Allahin, tha, bolli ka marak dukat veshta, ja, po tutën, tha, po du të me të ka drejt, po, thaj. Atër Musa a.s. tha, o, Zote, ka të pru kë. Ti bën çka të dush ti. Kur dule e matë mendimasin, në kulmin e kulmit, kur është njeriu, edhe ka harru Allahun xhaleshanu që atër për te, mja thuj qafën Zoti. Edhe e glabrojt toka me ata dhe pasunin e ti, lëshoj toka, hangër toka, e fundosit toka, që ata të cilët thoshin deri
deri që aty në qatë qast, lumës këtë ishme si ky, edhe na, u këthyn edhe thanë, lumët na që si me si ky, që Allah i ndërën situatat. E ta shpërmelshu toka dikan, a lëshon sot. Në një formë ose në tjetërën po, se del dikush del me një enter në kompjuter, i qëtë 2-3 milion dosje të njerëzve më të mëdhenj botës, se që kanë bo me fmi, që kanë dhënë fmit, që kanë hangër fmit, pe pjek njeri, pe pjek fmin, ashtu kjo. E mo që të lëshon toka, sa Allah në formë ose në një tjetër i lëshon tokën. Për mi kazu njerëzve se shëmbëltyr është veç e që në rrugë të Zotit. Allah ka thonë Kur'an, ju e keni shëmbëltyr Muhammedin a.s. Jo filan politikanin, jo filan pasonikën. A më marrë lakmi? Jo. Kërku jo. Prandaj, shëmbëltyra që ti, zullumqari në atë kohë, vazhdon me mbetë e gjallë deri në kiamet. Keni kujdes. Pasonia mos më largu për jo dhe Zotit. Pasonia mos më ju bë mendim madh. Pasonia mos më menu se e ke fitu vetë. Pasonia mos më i luftu dinin e Allahit me pasonia së njerëz të fetar. Edhe me ditë se çdo sen është e Zotit, nuk është e jona. Të dashur vëllezër, pa dash me zgjat më shumë, le të jetë një shembull ky kuranor për gjithë secilin njeri i cili është në rrugë të Zotit sot, me pas kujdes, sa ta shton Allah të mirën, ti shtoje devotshmërinë. Asesi, sa ta shton Allah të mirën, ti me u largu për udhë Zotit, kur jo o Zot. Bëni dua, o Allah na forca. Kur jemi mirë e kur jemi keq. Kur kemi pasoni edhe kur s'kemi pasoni. Allah na forca, kur jemi shnash, po edhe kur jemi smut. Na forca Zot, na udhëzo. Atë kur jemi mërzitshëm edhe atë kur jemi të gëzuar. O Allah, fali, mëshiroj edhe të vdekurit tanë. Ata që nuk janë rrugën tonë, kthejnë udhën tonë, o Allah. Neve na forca, na bën pishtar, ndriçues, njerëz të xhairit që na shohin xhairin, akrabaja edhe populli jon. Udhëzoj edhe vladët tanë rrugën e drejtë, ya arhamar rahimin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.